Ai mall a ditë është sekuestruar për arsye të mungesës së dokumentacionit. Po cilat janë rregullat dhe si duhet ruajtur ari I cili është në stoqe, edhe në rast se është I familjarëve apo ari I trashëguar, në administratën tatimore shpjegojnë disa prej rregullave bazike. Në bazë të legjislacionit tatimor, konkretisht ligjit për administrimin e procedurave tatimore, është të përcaktuar që çdo mall I cili e posedon tatim paguesi në ambientet e tij, duhet më u dokumentu mbi origjinën e atij malli. Malli, dokumentet cilat e përcaktojnë origjinën e një malli që tatim paguesi e ka në posedim, për brenda vendit, transaksionet brenda vendit, do të thonë janë fatura tatimore, cilat duhen me ulshu në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuar në legjislacionin tatimor. Ndërsa nëse malli importohet prej jashtë, atëherë dokumenti I cili e dëshmon origjinën e atij malli është dudi doganor, dokumenti unik doganorit I cilin e lëshon dogana në momentin e zhdoganimit të mallit. Me I marrë shembull argjentarit, qysh duhet ato me raportu se sa mall kanë në dyqanet e tyre? Fillimisht është dokumenti mbi origjinën që e përcakton që ai tatim pagues e ka në pronësi një mall të caktuar. Raportimet tatim pagues përveç origjinës së mallit duhet mi raportua edhe librat e blerjes, librat e shitjes për secilin transaksion të shitblerjes që e bojnë në kuadër të zhvillimit të aktivitetit ekonomik të tyre. Gjithashtu, çdo tatim pagues në bazë të ligjit për administrimin e procedurave tatimore është I detyruar që në fund të vitit me bëu edhe regjistrimin e mallrave që e ka në stoqe. Ai regjistrim duhet me qenë I gatshëm deri me 10 janar për administratën tatimore të Kosovës në rast të inspektimit nga ATK. A e marrë ai dokument aty që e ka raportuar që të mall në ATK? Po, formati për regjistrimin e stoqeve është I përcaktuar me letër se çka duhet me përmbajt dokumenti I regjistrimit të stokut, ku fillon prej emërtimit të mallit, sasia, çmimi I kostos, kur është ble, prej kujt është ble, do të thonë është format që është I përcaktuar në bazë të ligjit, se cilat elemente duhet me I përmbajt dokumenti I regjistrimit të stokut. Nëse çto dokumenta nuk ekzistojnë, atëherë ju a e konfiskoni, a e sekuestroni atë mall? Në bazë të ligjit, në momentin që tet tatim paguesi gjenden mallra të cilat nuk dokumentohen mbi origjinën e tyre, administrata tatimore ka të drejtë me shqiptu zgjobën, e cila është 30% e vlerës së hapur të atyre mallrave që janë të padokumentuara. Gjithashtu, me qëllim të përcaktimit detyrimit penal, administrata tatimore ka të drejtë me e konfisku mallin, me e mbajt në kujdestari deri në përcaktimin e detyrimit penal të atij malli të konfiskuar. Në rast se dogana e konfiskon, atëherë ata e qesin veç taksa doganore apo edhe marrin informata për juve se a ka qenë regjistruar ky mall apo jo? Varësisht prej procedurave të doganës dhe varësisht prej legjislacionit tatimor të Kosovës, në momentin kur malli sekuestrohet apo konfiskohet prej doganës dhe dogana e lëshon një dokument të tij mbi cilin e ngarkon tatim paguesin me detyrimet doganore, kryesisht në doganë për mallra që importohen ngarkohet edhe TVSH, e cila paguhet në momentin e zhdoganimit, andaj po mendoj që edhe po besoj që dogana në momentin që e kthen mallin mrapa në doganë me qëllim të vazhdimit procedurave tutje, me detyrimet tatimore ngarkon tatim paguesin në momentin e lëshimit të dudit doganor. Në dyqane, a munden me deklaru se mallin që e kanë aty prezent, mundet me kanë I familjarëve ose I njerëzve tjerë që janë të mbajt aty? Për qëllime tatimore e përmenda që dokumenti I cili e dëshmon origjinën e atij malli është fatura tatimore. Pavarësisht që transaksioni mundet me ndodhë mes anëtarëve të familjes, si persona të lidhur, në momentin që nuk ka një faturë të rregullt tatimore për blerjen e atij malli, ai mall konsiderohet që nuk ka dokument mbi origjinën, do të thonë konsiderohet si mall pa dokumentacion. Në kontrollet e zhvilluara në Gjilan, dokumentacioni se I kujt dhe pse ruhet ari në këtë formë nuk ishte prezent, të paktën kështu konfirmojnë zyrtarët e doganës së Kosovës. Në fillimisht me cilin prokuror keni kontaktuat? Ja të kujtohet a keni kontaktuar me dikant për prokurorie? Duke pasur parasysh se informata ka ardhur në 2 institucione, policia ka ndërmarrë hapin e parë dhe kanë kontaktuar. Dhe me pasaj, duke pas parasysh se ta kanë vepruar para nesh, kanë marrë hapin fillestar, ne vetëm ju kemi bashkangjit dhe kemi ofruar asistencë. Njësitet antikontraband të doganës së Kosovës njihen si njësitet të cilat kanë aftësi dhe janë të trajnuar për gjetjen e hapësirave postfabrikante dhe bunkereve ku I fshehin mallrat e kontrabanduara. Qita mall që është sekuestruar,
atëherë, a u koni fshehur që ashtune për bunkerë dhe venet e ndryshme? Një pjesë një pjesë e konsiderueshme e këtij malli ka qenë e fshehur, ndërsa pjesa tjetër ka qenë ekspozuar për shitje. Mirë po, duke pas parasysh se gjatë kohës së kontrolles, kompanitë të cilat i kemi kontrolluar kanë dështuar të sjellin dëshmi se ai mall është i zhdoganuar apo të sjellin dëshmi tjetër për origjinën e tyre, bazë kodit doganor, Dogana e Kosovës e ka sekuestruar përkohësisht atë mall me qëllim të verifikimit të mëvonshëm. A keni lyp dokumentacione me po se pse u majt ai mall ashtu? Bizneset sjellin arsyetime të ndryshme, mirë po duke pas parasysh se ai ka dështuar të na sjell dokument unik doganor apo fakturë të cilën e ka bler diku tjetër, ne e kemi marrë me qëllim të verifikimit të mëvonshëm edhe në bashkëpunim me institucionet e tjera. Të marrë parasysh që në përditshmëri merrni me këtë punë, a bën mallin ose dukatin e shtëpisë me majnë dyqan shefun që ashtu? Bërë, është problem kjo punë. Biznesi në hapësirat e biznesit mallin të cilin e ka për tregti. Në bazë ligjit të administratës tatimore me 15 janar duhet të evidentohet të bëhet lista e mallit të cilin e ka në stok dhe të kijet aty. Nuk përjashtohet mundësia që mund të ketë ndonjë mall të tillë, mirë po duhet të ekzistojë një dokumentacion, një fakturë, një kontratë i cili e ka lejuar gjë për me qëndru malli aty. A ka pas në këto dyqane, a kanë pas të regjistruar? Jo, me rastin e kontrolles, gjithë malli i cili është sekuestruar përkohësisht nuk ka pas dokumentacion të origjinës, edhe si e tillë ne e kemi sekuestruar me qëllim të verifikimit të tyre. Ai mall a ditë është sekuestruar për arsye të mungesës së dokumentacionit. Ai është bërë sekuestrimi përkohshëm nga ana e Doganës, shpesh herë gabojmë edhe ne, edhe palët sjellin dokumentacion që e argumenton se ai mall është i zhdoganuar. Po në këtë rast nuk e di, nuk kam pa dokumenta të tillë, besoj që policia dhe prokuroria i kanë trajtuar dhe i kanë pa se a ekziston një pretendim i tillë apo jo. Ju nuk keni ftuar pe prokurorit me bëna i hetim shtesë mas kësaj kohës? Jo, bërë arsyeja pse nuk kemi ftuar ne, unë supozoj se për shkak që informata ka qenë konkrete se zyrtar doganor dhe policor i ndihmojnë këtyre bizniseve me qëllim të tregtisë së paleqme dhe shitjes së mallit të kontrabanduar, unë kam supozu se policia është duke ndjekur dhe duke hetuar ata doganer dhe ata polic, edhe ne kemi qenë të përjashtuar nga ky hetim prej kontrolles që është kryer me tutje.